Një nga institucionet që u promovua si instrument kyç për zhvillimin e pronave shtetërore dhe tërheqjen e investimeve strategjike, rezulton të ketë funksionuar për vite me mangësi të theksuara administrative dhe financiare. Kontrolli I lartë I shtetit, pas auditimit të ushtruar për periudhën 2019-2024, ka dhënë opsion të kualifikuar për korporatën e investimeve shqiptare, duke konstatuar devijime materiale nga kuadri ligjor dhe rregullator. Në raportin e vitit 2025 të dorëzuar në Kuvend, KLSH merr si shembull abuzimi I institucionin e drejtuar nga Elira Kokona. Sipas KLSH, AIC ka operuar pa një kuadër të plotë rregullator për identifikimin, përzgjedhjen dhe menaxhimin e projekteve. Auditimi evidenton mungesën e manualeve, metodologjive dhe udhëzuesve standard për mënyrën se si duhet të përzgjidheshin projektet apo të administroheshin pronat shtetërore. KLSH vëren se projekt propozimet e realizuara gjatë viteve 2022-2024 janë hartuar pa analiza të detajuara mbi riskun, fizibilitetin ekonomik dhe përfitueshmërinë financiare. Në shumë raste mungonin studimet paraprake dhe analizat mbi ndikimin ekonomik apo alternativat e zhvillimit, duke bërë që investimet të niseshin pa një bazë të qartë teknike dhe financiare. Raporti evidenton gjithashtu ndërprerjen e disa projekteve prioritare, përfshirë atë në sektorin e energjisë dhe zhvillimit territorial, edhe pse për to ishin paguar ekspertë të jashtëm për studime para fizibiliteti. Sipas audituesve, fondet publike janë përdorur për kontraktime që nuk kanë prodhuar rezultat konkret dhe projektet nuk kanë avancuar në fazat e mëtejshme të zbatimit. Nga auditimi janë konstatuar efekte negative në administrimin e fondeve publike në vlerën e rreth 3.9 milion lek. KLSH argumenton se këto pasoja lidhen me kontraktimin e ekspertëve të jashtëm, pa plan pune të miratuar dhe pa përmbushur kushtet paraprake për zhvillimin e projekteve. Një tjetër problematikë e rëndë lidhet me menaxhimin financiar të institucionit. Auditimi thekson se AIC nuk ka administruar në mënyrë efektive fondet monetare të lira, pasi ato nuk janë investuar në instrumente financiare që mund të gjeneronin të ardhura për institucionin dhe për buxhetin e shtetit. Probleme serioze janë konstatuar edhe në drejtimin institucional. KLSH ka evidentuar se Këshilli Mbikëqyrës I korporatës ka funksionuar për vite me strukturë të paplot, madje në disa periudha edhe pa kryetar. Sipas raportit mungonte dokumentacioni I plot që provonte përmbushjen e kritereve ligjore për anëtarët e këtij organi, po ashtu audituesit kanë ngritur shqetësime për mungesën e kritereve të qarta mbi shpërblimin e anëtarëve të pavarur, jo ndërkombëtar të Këshillit të Mbikëqyrës. Mangësia janë evidentuar edhe në procedurat e rekrutimit të stafit. Në disa raste nuk ekzistonte dokumentacion që të provonte procedurat e ndjekura për punësim, ndërsa në raste të tjera kishte mangësi në dosjet shoqëruese të aplikantëve. Raporti I KLSH-s përmend gjithashtu vonesa në dorëzimin e deklaratave të vetvlerësimeve të kontrollit të brendshëm, mungesë strategjish për menaxhimin e riskut dhe standardizim të pamjaftueshëm të proceseve kryesore të punës. Gjetjet e auditimit hedhin dyshime të forta mbi eficiencën dhe funksionalitetin real të korporatës së investimeve shqiptare, një institucion që përtej krijimit është prezantuar si mekanizëm modern për menaxhimin strategjik të aseteve shtetërore dhe zhvillim ekonomik të vendit.